Tani në verë urrej që make-upi të duket i thatë dhe mat, prandaj unë përdor gjithmonë këtë primer në Charlotte Tilbury që jep lëkurësh një super glow. Sot nuk të përdor fondatin, por të përdor këtë concealerin e Victoria Beckhamit dhe pak fare nga concealeri Huda Beautyt. Këto kohë janë fiksuar me këtë gjelin e Benefit dhe si gjithmonë përdor pomadën Anastasias në shade soft brown. Bronzer dhe blush i Chloesit, kjo i shpjegon të gjitha sepse ky blush është out of stock, sepse shikojni pak se sa ngjyrë e bukur që është. Dhe si thash dhe në fillim, super pak nga concealeri Huda Beauty dhe blend. Tani do t'ju tregoj një super gjetje që kam bërë këtë muaj, që është kjo pudra e thatë e Charlotteit. Heq atë shkëlqimin e tepër që duket sipas shqyrë në lëkurë, por njëkohësisht nuk e than fare lëkurën që të duket si shkëtë të tjerë. Ja dhe si duket make-upi para dhe pas pudrës së thatë. Nuk e di, mua më super pëlqen. Hera e dytë që e blej këtë rimel dhe mund të them që do ta blej deri në përjetësi derisa të gjej një rimel më të mirë se ky. Pak lip gloss nga Fenty dhe ulala, jemi gati. Po harrova dhe setting spray në fund sepse është aq shumë vap sa make-upi duhet të qëndrojë të paktën për disa orë. Ju dua çun për qafime nga unë dhe Snowy.